Vjera filloi të qaj kur burri u ndan nga unë. Nuk kam parë njëri më të bukur se sa vjera ime. Sa shumë më deshti, më ofroi e më këshilloi. Ishte krahu im i djathtë. Kjo ishte vjera ime, por edhe këshilluesja më mire i mia. Por nuk ishte kështu edhe burri im i mirë sikurse nëna e tij. Djali i kësaj vjere të mrekullueshme. Mund të i numëroj ditët e lumtura me burrin tim. Kur nuk më deshti, ishte një burr që asnjëherë nuk më vlerësoi. Ishte ajo që sakrifikova shumë për të. Seherë e fala, seherë e arsyetoja, seherë e afroja afër vetës, duke menduar që një ditë do të përmirësohet. Seherë i ndihmoja, seherë para i gjeja, vetëm që ai të ndalet e të vazhdoj rrugën me mua, jo rrugët e gabuara. Kur nuk u ndal. Sa këshillat ja dha nëna e tij, vjera ime. Sa këshilla ja dhash unë dhe të tjerët, por kur nuk e kuptoi dhe kur nuk na dëgjoi. Seherë çante vjera ime për sjelljet e tij të këqija, për mos dashurinë e ofruar ndaj meje. Madje ishte ajo vjera ime, e cila ndalte dhe e kapte dhe këshillonte shumë, ama shumë e këshillonte, vetëm që të mos prishet familja, sepse na dëshironte më të mirën e mundshme. Mirë po, ai tashmë kishte vendosur të ndahej nga unë. Ta zgjidhte rrugën e gabuar ashtu siç veproi edhe kur ishte bashkë me mua. Pa mua, pa këshillat e nënës, e cila këshillonte çdo herë. Ndarja ime kishte dy dhimbje. Njërën anë që po ndohem nga burri dhe njërën anë tjetër që po e lë vjerën time, të cilën e konsideroja si nën. E doja shumë e më donte shumë. Më këshillonte tepër, më rinte gati për çdo gjë. Ishte më të vërtetë vjerë e bukur, vjerë edhe shoqe. Besoni apo jo? Ende e dua të vjerë të bukur dhe i përësiti të gjitha gratë, të gjitha femrat që të respektojnë dhe të i duajnë vjerat e tyre. Edhe pse, pa më parasysh situatave që ato mund t'i kalojnë me vjerit apo vjerat e tyre. Gjithmonë mund të ketë përjashtime. Dhe pas gjithë kësaj historie erdhi dita. Erdhi dita që unë të largohem nga shtëpia e burrit tim, ku isha martuar për disa vite. Tashmë ish burri as të dëshironte të dëgjonte e të dinte se kur unë dal nga shtëpia, por ishte vjera ime, ajo që nuk përshonte së çari, madje më përqafoi fort, shumë fort, dhe më uroi më të mirën e mundshme të jetës sime. Nuk ma lëshonte dorën kur unë e përshëndeta për herë të fundit. Më përqafoi fort, por edhe unë e përqafova fort, sepse ishte vjerë, ishte këshilluese dhe ishte si në vend të nënës. Vlerësoni dhe duani nënat e juaja. Vlerësoni dhe duani vjerat e juaja.